Paton, ju lutem edhe diçka të fundit kam, ju pak ditë më parë gjatë një emisioni ku ishit i ftuar tek Klan Kosova Today, ku po diskutoi rasti i Ervis Martinajt të vrasjes që ndodhi në Lezhë, një atentati në Tiranë, një shprehur për këtë rast në gjykimin dhe mendimin tuaj, nga ndoshta informacione, analiza dhe gjithçka tjetër, pa perceptim, njohuri që keni, mendoni që ky personazh mund të jetë gjallë dhe mund të fshihet në Dubai? Po, siç e dim, gjithë grupacioni bandat kriminale janë strehun Dubai, sepse Dubai nuk e ekstradon, po themi, nuk e ka ekstradu, po themi, këto bandat kriminale, dhe duke qenë për një arsye shumë të thjeshtë, zotri Ves Martinaj nuk ka kufum. Pra, përdesa nuk ka kufum, gjithmonë aludimet çojnë se mund të jetë gjallë. Edhe në gjykimin tim mund të jetë gjallë për shkak se zhdukja e tij është taktike për të orientuar spori kundërshtar të tij politik dhe për të larguar ndjekjen e policisë. Si është e mundur që gjithë kundërshtarët e tij po vriten? Domethënë një fantazm që po vret. Një fantazm po vret. Pra, besoj që është taktikisht, po themi, taktik e Ves Martinajt, se Ves Martinajt kujtojmë që nuk ka qenë vetëm një udhëheqës i bandës ose një kriminal, ka qenë njëri jashtëzakonisht i zgjuar. Jashtëzakonisht ka qenë intelektin e ka pasur jashtëzakonisht zhvilluar dhe e di fare mirë se si funksionojnë këto gjëra. Duke qenë ai gjallë, gjithë po themi grupacione tjera do ta kishin fokusin për ta eliminuar këtë. Kështu që ky i ka orientuar grupacionet edhe po i vret një nga një kundërshtarët e tij. Kështu që në gjykimin tim, në analizën time, po edhe në intuitën, edhe sepse ne nuk ose kem fakt gjallë që e kem parë atë, po në intuitën sepse gazetaria zhvillohet edhe me intuitë edhe me informacione. Nëse do kishte fakt e para do ishte reaguar policia. Si sigurisht. Po ne na lejohet të themi, duke qenë edhe pjesë e mediave, të ngrim hipoteza të ndryshme dhe njërin do edhe në gjykimin tim që probabiliteti më i madh është që kjo të jetë e saktë, pra që Ves Martinaj të jetë gjallë duke strehuar diku në Dubai ose në një vend tjetër, ose në Ekuador, sepse edhe Ekuadori është jashtëzakonisht i njohur ku fshihen shumë grupacione kriminale shqiptare atje, duke qenë është në Dubai ose në Ekuador, besoj që mund të jetë i gjallë dhe ai derisa të shkpos të rinjos bande rivalet e tij më të mëdhej, vetëm atëherë besoj që do të mund ta kemi një shpërfaqje të tij spektakolare. Deri atëherë unë besoj që do të jetë i fshehur duke i vrarë, po themi, kundërshtarët e tij. Por si ja ka arritur që për kaq vite të fshihet që mos ketë asnjë gjumë ti? Qoftë edhe se në Dubai, për shembull, të gjithë armiqtë e tij apo miqt janë arrestuar, gjithë po ekstradohen. Po këta edhe ne kemi pas disa raste ku edhe një vrasës shumë i thjeshtë e ka ndruar identitetin e tij dhe ka jetuar 5-6 vite, po themi, në qetësinë e tij, sa i mund të jetë duke bërë një punë kështu shumë thjesht, duke me një emën po themi tjetër, me dokumentacione tjetër, dhe derisa të arrihet kjo të zbulohet, mund të kalojnë shumë vite. Kështu që unë nuk them që zotri Martinaj është diku në një vend i kështu në një bazë, po themi, duke u ruajtur nga grupacione. Sepse kështu më lehtë është identifikimi i tij. Po themi, më vështirë është kur njerëzit kalojnë në një qetësi, po themi, ndrojnë identitetin, edhe mund të shojnë mjekrën, mund të vënë kapele, mund të bëjnë punë, po kupton, të ndryshojnë pak pamjen e tyre fizike, po themi, edhe të bëjnë një punë që askujt nuk ja merr mendja që mund ta bëjë ai. Po kupton, mund ta bëjë një punë diku të thjesht për disa vite dhe prej atyre, po themi, jep urdhra. Unë kështu besoj, sepse ne kemi pasur në Itali nuk më kujtohet një kriminal shumë i madh, i cili që kishte hapur një tunel. I cili ishte që diku 30 vite po e bënte një jetë shumë thjesht që askujt nuk ja merrte mendja. Imagjino dhe Radovan Karaxhiçi kur e kanë arrestuar, ai ka qenë në një kafe duke ndej që ishte ndryshuar, askujt nuk i kishte shku mendja që ai mund të jetë. Pra vetëm po themi një punë shumë e madhe e gjykatës, e prokurorëve, e njerëzve që specializuar për këtë punë kishin arrit pas disa vite ta identifikojnë. Kështu që zotri Martinaj duhet disa vite për ta identifikuar që është ai. Pra ju prisni një rikthim.
Një rikthim pasi kusha tjetë zbrazur, njëri shfaqe. Po, kjo është po themi gjithë kryefjala e gjithë kësaj që po zhvillojmë, sepse ai po them prap nuk mund të jetë në Dubai në një vill duke i rrethuar nga truproja e tij, nuk sepse kështu bien syri kollaj. Për më strën sy dhe për të fshehur gjurmë, më tepër këta po themi ndryshojnë identitetin, ndryshojnë pamjen e tyre dhe bëjnë një punë zakonisht që nuk e bëjnë. Dhe askujt nuk i vën mendja që ta zë mund të jetë bukpjeks mund të jem, po themi hipotetikisht, a? Askujt nuk mund të shkojmë se me Zves Martina mund ta bëjnë një punë. Po kupton të tillë. Kështu që në këtë kuptim kemë raste shumë të njohur, siç e përmendëm në Itali dhe zotrin Karaxheça, shumë raste të tilla që kanë bërë punë ose jetë thjesht që askujt nuk ja kishte vrarë mendja dhe kur e kishin arrestuar zotrin Karaxheç, ne kishin thënë po ne këtu e kemi po për ditë s'na ka vojt mendja që ky mund të jetë me neve duke ndajt. Imagjino. Po themi Zves Martina i ka qenë njëri i zgjuar dhe i ka ditë këto punë se si shkojnë dhe besoj që është duke bërë një jetë thjesht diku, mirë po duke dhënë urdhër, po them që të eliminohen kundërshtarët e tij dhe vetëm atëherë mund të kemi një shpërfaqje të tij. Një bazë fort ka pasur në Kosovë. Urdhra? Një bazë të fortë ka pasur dhe në Kosovë. Po ka pasur vërtet. Ka pasur edhe në Kosovë një bazë të tij. Po të cilat më tepër janë karajoni penjes andaj këto grupacione të tij, në karajoni Dugaxhin, po themi. Atje mirë po nuk është se prokuroria këtu ka zhvillu, po themi një hetim shumë të madh për të nxjerrë gjurmët e tij. Po zotri Martina më tepër edhe aktivitetin që kishte zhvilluar në Kosovë e kishte zhvilluar me njerëz të Shqipërisë, po themi. Kishte prit në aeroport, kundërshtarët e tij kishte përcjell, nga po shkojnë sepse kundërshtarët e tij shpesh e kishin frekuentuar Prishtinën si aeroport për të ikur, po themi, atentateve në aeroportin e Tiranës, në Rinas, pra themi, kështu që kishte pas njerëz që kishin bekqyr, mirë po deri më tani nuk ka që kanë pas njerëz në Kosovë që kanë qenë njerëz vrasës, pro themi shqiptarët e Kosovës, nuk kanë se kemi pas deri më tani një informacion tillë, po që kanë zhvilluar njerëz të tij aktivitetin e tij në Kosovë, po kanë pas. Patjetër. Paton, falenderoj shumë për analizën politike dhe të situatës së kriminalitetit. Të jam shumë mirënjohës për kohën dhe për çdo gjë. Respekte për juve, kalofshi mirë, shihemi hera tjera, shpresoj për të mirë.